unë mendoj se sindikata ka vepruar drejt dhe është arsyeshme një gjë e tillë, për arsye se kemi të bëjmë me një kategori të kolegëve tanë të cilët kanë rënë në kryen e detyrës zyrtare, dhe unë mendoj se një gjë e tillë pensionimit, sidomos të anëtarët familjes së tyre nuk mund të ndodhë, edhe pse nuk e di arsyen pse ministria do të thotë nuk ju ka nda mjetet pensionale familjarëve të kolegëve tanë të ram. Prandaj unë mendoj se një gjë e tillë duhet ndodhë sa më parë, për arsye se kemi të bëjmë me një kategori të kolegëve tanë të cilët kanë rënë në kryen e detyrës zyrtare dhe është respekt edhe nga institucionet shtetërore, po edhe nga gjithë popullata që familjet e tyre t'ju ndihmohet për shkak se do të thotë familjari i tyre ka dhënë jetën duke mbrojtur rendin dhe qetësinë publike në Kosovë. Po në përgjithësi do të thotë kushtet janë rrjedha normale, do të thotë ka pengesa aty këtu të veshmbathjeve, rrobave, sidomos të dimrit, tresave e tjera, por gradualisht unë mendoj se është duke u plotsu kjo kvotë e tërësishme e veshmbathjes së tyre, pastaj automjeteve, sidomos me gomat e dimrit, vendosja atyre e tjera, gjithashtu edhe tarnat duhet ketë kujdes ma shtuar, sidomos tani në vitet në vazhdim që të kenë tarnat solide, në mënyrë që zyrtari policor do të thotë gjatë kryes së detyrës zyrtare mos kesh mungesë gjana ushqimore për familjet, për vete e tjera, dhe kështu që duhet një përkujdesje ma shtuar institucioneve tona të cilat janë në ardhje, në mënyrë që të kemi një polici dinjitoze, një polici profesionale, çfarë jemi mësuar ta kemi. Prandaj duhet ketë kujdes institucionet tona për institucionet e sigurisë, për arsye se kemi të bëjmë me një institucion i cili është mjaft i ndihshëm dhe si bazë kryesore ka ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Po unë mendoj se mandatin e ardhshëm të institucionit tona, sidomos qeveria, duhet të ketë kujdes më tepër shtuar në mbulumin e tërësishëm në aspektin teknik, teknologjik të Policisë Kosovës, dhe departamenteve, drejtorive e tjera, të pajisë me teknikë, teknologji më moderne, për arsye se kemi të bëjmë me shekullin e shkencës bashkohore, ku teknika dhe teknologjia është në vazhdimsi në zhvillim e sipër. Gjithashtu edhe sa i përket drejtorisë kibernetikës, të ketë kujdes më i shtuar, të kemi ekspertë sa më të mirë, të shkolluar, të edukuar, do të thotë në shtetet më të mëdha ku ka një eksperiencë sa i përket luftimeve të krimeve kibernetike, dhe në këtë mënyrë do të thotë edhe njësitë e tjera antidrogë, edhe njësitë të trafikime njerëzore e tjera, do të thotë të ketë një tërësi e ngritjes bazës ekonomike, materiale, brenda policisë, po edhe aspekti teknik, teknologjik të tyre, në mënyrë që ata në mënyrë profesionale të mund të kryejnë detyrat dhe obligimet e veta konform ligjit mbi policinë e rregullative së brendshme të Policisë së Kosovës. Tani forca e sigurisë së Kosovës është në havin më të madh të zhvillimit të saj teknik dhe teknologjik, dhe një havë i tillë duhet vazhdoj vazhdimisht dhe duhet të arrijë ajo kvota e 5%-shit sikur edhe shtetet tjera që e kanë, dhe nuk duhet ndalemi me këtë, se qëllimi kryesor imediat i Forcës Sigurisë së Kosovës, respektivisht i ushtrisë së Kosovës, është mbrojtja e sovranitetit, tërësisë territoriale. Na nuk do të krijojmë një ushtri që sulmon vende tjera, po një ushtri mbrojtëse, dhe prandaj unë mendoj se blerja, marrja armatimeve të tilla nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Kroacia dhe vende tjera është e mirëseardhë për ushtrinë e Kosovës, për arsye se kemi të bëjmë me një ushtri e cila gradualisht pretendohet se në hapa sa më shpejt edhe në vitet shumë më të afërta që të jenë pjesë e NATO-s dhe pjesë e pandashme e një force botërore e cila do të ruajë rendin dhe qetësinë publike, jo vetëm në vend, po edhe në shtete tjera ku ka kriza dhe raste të ndryshme të krizave të tilla të cilat ndodhin, ku do të jem pjesë e pandashme e shteteve të KFOR-it, të NATO-s e tjera, dhe kështu unë pretendoj se shumë shpejt
ushtria jonë bazë profesionalizmit, bazë teknikës, teknologjisë, bazë të asaj që shtetet e mëdha investojnë në ushtrinë tonë, po edhe institucionet tona duhet të investojnë edhe më shumë në ushtrinë tonë, në mënyrë që ushtria jonë të jetë të armatosur me armë më moderne, edhe të jetë në trendet e zhvillimit të tërësishëm të botëror, sidomos në armatim, po edhe strategjisë të tërësishëm të luftës dhe mbrojtjes nga shtetet të ndryshme të cilat mund të ndodhin raste të ndryshme të situatave strategjike të cilat paraqiten në Ballkanin, Europë edhe në Major.